usurpuar dhe PS-n. Në qoftë se ky koalicion nuk do ekzistonte, as Rilindi as Ramas do ishin as në kokë të PS-s, as në kokë të Shqipërisë. Lenci? Rama nuk bën llogari me emra, po bën llogari me numra. Lista është krijuar sipas metodologjisë së tij se si mund të krijojnë sa më shumë numra në datën 11 maj. Mbas datës 11 maj secili është në fatin e vet. Mbas datës 11 maj, atëherë numrat do të kthehen në emra dhe atëherë Rama mund të ndahet nga secili prej tyre, do të vi deputeti pasardhës. Nëse do të ketë ndonjë problem me spakun në kështu me radhë, dhe si shkundër duke se do të ndodhë në të paktën një 6-7 rastet. Pra që tu Rama e përdor krimin për zgjedhje, pastaj i ndrohet apo t'i duhen numra. Listën e publikuar të PS-s, një 6-7 veta nga ta që mendohet që mund të marrin mandatin nga KQZ-ja, nuk do ta ushtrojnë detyrën e deputetit deri në fund. Se kanë lënë. Po. Një 6-7 të paktën, S'ka gjë. Kurse për këtë, sa për të sqaruar diçka, se thuhet shpesh dhe bëhet një mbledhje aritmetike. Duke ndenjur edhe ke lista e Durrësit, thuhet që deputetët që janë larguar, që o janë brenda, o janë larguar nga lista, kanë marrë 32% të votave që ka marrë PS-ja në Durrës në 2021. Kjo është pjesërisht e vërtet për një arsye. Dhe unë kam përshtypjen se kjo është legjenda më e madhe urbane që i besojnë këta, sepse një pjesë, në përgjithësi e besojmë të gjithë në këtë gjë. Sepse në këtë 32% të votave, shumica dërmuese të tyre janë vota të majtë, të cilat pavarësisht emrit që është në listë, do të votonin Partinë Socialiste. Legjenda urbane është ajo të cilës i beson edhe vetë Rama, që këta njerëz të fortë me ndikim në zonat lokale apo qoftë edhe të lidhur me krimin, mund të jenë një vlerë e shtuar në votat e partisë së tij. Për mendimin tim, efekti është tërësisht i kundërt. Këta tipat nuk afrojnë vota, përkundrazi largojnë vota, Por Rama është i rrjedhur pastaj. Unë po të them, ai është i rrjedhur. Ka vite që beson këtë gjë. Unë besoj që është krejt e kundërta. Këta njerëz largojnë qytetarin normal, qytetarin e ndershëm, kur e shikojnë atje pasanikun me para të dyshimta, aq më tepër në zonat lokale që i dinë se